E mbani mend 8 janarin e vitit 2022, nuk ishte ndodhur më parë, por ndodhi një përplasje e dhunshme mes dy grupesh të së njëjtës parti në të njëjtën seli, veçse me mënyra të ndryshme. Grupi ish kryetarit Sali Berisha sulmonte nga jashtë selis blu grupin e ngujuar të Lulzim Bashës, njeriu që vetë doktori e kishte rritur politikisht dhe vuri në krye të partisë me shpresën e patundur për ta komanduar. E komandoi derisa një ditë të bukur Basha u mërzit, nisi të ftohet me Berishën. Nuk i dërgonte SMS-si më përpara, nuk e përshëndeste në mëngjes as mbrëmjeve të vona, nuk i uronte më gjumë të ëmbël, nisi ta kundërshtoi. Çështja ambitor ishte përjashtimi i Berishës nga partia e tij, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën non grata atë. Luli fërkoi duart, Berisha u ngryz dhe Edi Rama u gëzua, sepse doli profecia e tij. Lul, këta të tu do të marrin përpara me hunj o i shkret, i pati thënë kryeministri sy më sy në parlament. Profecia doli. Më 8 janar të 5 viteve më parë, mbështetësit e Berishës u mblodhën përpara seris blu, të etur për hakmarrje politike. U përpoqën të hapin dyert e selis, por pas sukses. Basha i kishte blinduar dyert e dritaret, në ndihmë u erdhën shkallët, u gjitën një kat më lart në përpjekje për të hyrë nga dritaret, por u përballën me spraj lloj-lloj, me gaz lotësiellësh dhe shkum nga fiksit e zjarrit. Shkopin që mbanin grupi i Berishës u thyen ashtu si vetë protestuesit, ata hynë si të fortë në atë sherr politik dhe dolën si mullaxhinj nga pluhuri i bardh i fiksëve. Sikurse Rama të mos dërgonte forca policie, ashtu sikurse ja pati premtuar Bashës, situata nuk dihet çrjet më të merrte. Pra, mbajeni 8 janarin në ati viti si turpin e parë të madh të Partisë Demokratike. Mbani mend edhe 30 prillin e djeshëm si turpin e dytë të madh të Partisë së Doktorit. Ervin Salianit nuk i pranua nga recepcionisti i partisë kërkesa për të kandiduar për kreun e Partisë Demokratike. Ishte Saliani, mund të ishte edhe ndonjë tjetër. Nuk ka lidhje fare me emrat përveçëm, ka lidhje me moralin, me standardet dhe rregullat e një partie që pretendon me të madhe të qeverisë këtë vend, pasi ta rrezoi Ramën nga froni. Sa fati për mbylljen e një gare të shpallur zyrtarisht mbyllet, fjala bie në orën 12, siç ishte parashikuar në rastin konkret, nëse një apo disa kandidat paraqiten përpara mbylljes së afatit, por nuk kanë ku të trokasin. Nëse në atë parti të gjitha zyrat janë të mbyllura përfshirë dhe zyrën përgjegjëse, që supozohet të pres kërkesat apo dosjet e kandidatëve, nëse në atë parti ndodhet vetëm recepcionisti, i cili nuk të jep asnjë përgjigje, atëherë çfarë emri mund t'i vendosësh kësaj situate? Marrë parasysh dhe deklaratat e Berishës dhe të Mulnokës për vetë përjashtimin e Salianit të burgosurit politik të Ramës, siç e quante ai para pak kohësh. Vetë doktori, problemi nuk është thjesht organizativ apo procedural, është më i thellë se turpi i parë i 8 janarit, nuk është penguar thjesht dhe vetëm ushtrimi i një të drejte, por është qartasi një fazë tjetër e degradimit të një partie opozitare më e madhe në vend. Brenda çdo partie përfshirë dhe Partisë Demokratike, rregulli bazë nuk është dhe nuk duhet të jetë ka afat, por të sigurohet mundësia reale për ta ushtruar atë afat. Afati nuk është vetëm kohë, është edhe akses. Nëse aksesi mungon, afati bëhet formal, fiks si ditën e djeshme. Në një parti demokratike jo vetëm nga emri që van, sekretari i përgjithshëm do të afishonte publikisht një zyrë funksionale për depozitim kërkesash dhe dokumentash deri në minutën e fundit. Detyrë tjetër e sekretarit në këtë rast e Mulnokës do të ishte caktimi një personi i përgjegjës që merr në dorëzim dokumentacionin e çdo kandidati të mundshëm përmes një protokolli zyrtar, pa harruar këtu kriteret të mundshme përmes një protokolli zyrtar, pa harruar kriteret normale të garës. Të mos flasim pastaj për të ftuar kandidat të shpalosin ide dhe platformat e tyre, vizionin për të ardhmen dhe për qeverisjen e mëtejshme, por nuk e të presësh tjetër nga një parti që e ka paralajmëruar hapur përmes doktorit dhe Mulit e të tjerëve si Muli që gara është formale, që kryetari ynë legjendar nuk lëviz nga koltuku sa t'i ke dhënë hymër Perëndia, që kriteret e garës i vendosim ne si të duam, ashtu sikurse vendosim dhe kush do të garojë dhe kush jo. Gjithçka sipas mides së doktorit dhe atyre përreth tij që shpikën dhe termin e vet përjashtimit. Vërtetë situatën nga të duash dhe si të duash trajtoje me dashamirësinë më të madhe, prapë është shumë e vështirë të besohet që në një ditë të tillë si e djeshmja, një parti që pretendon të na qeverisë nesër nuk organizon minimalisht një sportel funksional deri në afatin zyrtar. Versioni i rastësishëm dhe më i keqi, as pak më bindës, dhe këtu nuk është thjesht debati
për një kandidat për Salianin është problemi i standardit minimal të një gare, që ashtu si u ndërtua për drejt krahabilitetin e procesit dëmton besimin në garë dhe tregon mungesën e plotë transparencës. Këtu mbyllet çdo diskutim. Nuk ka më vlerë as parimi u cënua apo jo barazia në garë, as ka apo nuk ka status partia, zerohet çdo përgjegjësi administrative dhe politike, ama nëse Partia Demokratike ka ndarë mendjen të qëndrojë në opozitë deri ditën, nuk do të jetë më. Ky është problemi i saj. Çka ksirat ka populli që doktori dhe të tjerë rreth tij i heqin të drejtën për të patur opozitë. Mënyra si Partia Demokratike ka vepruar së fundmi deri dje tregojnë atë që shumë e din, madje edhe vetë brenda kësaj partie, që doktori nuk ka ndryshuar mënyra si ai e ka konceptuar historikisht drejtimin e Partisë Demokratike, një model i fortë, i centralizuar, ku lideri jo vetëm udhëheq, por dhe përcakton kufit e lojës. Institucioni i dorëheqjes nuk njihet prej doktorit, pavarësisht se i quan vetëm partizan të dorëheqjes. Pavarësisht humbjeve të një pasnjëshme, Berisha ka zgjedhur vazhdimisht të shmang lidhjen e pashmangshme të legitimitetit të tij me rezultatin elektoral, e lidh me mbështetjen e një pjese të bazës që po i fyron nga dita në ditë, me narrativën e luftës politike ndaj kundërshtarëve të tij dhe faktorëve të jashtëm. Çdo tentativë për t'i shpëtuar përgjegjësisë politike nxjerr zbuluar doktorin dhe partinë e tij, njëjtë si mungesa e koherencës. Saliani nga hero dhe i burgosur politik i Ramës sipas Berishës, po sipas të njëjtit Berish është i vetë përjashtuar dhe shërbëtor i Ramës, pasi doktori dhe për shkak të moshës së tij biologjike mendon se ja hodhi popullit me akrobacirat e tij. E kundërta është e vërtet. Berisha ka treguar dhe po e tregon në vazhdimsi se prioriteti i tij nuk është zgjerimi i partisë, pavarësisht thirrjeve të shpeshta për të rinj, por mbajtja e kontrollit mbi partinë. Për doktorin kjo është luftë për jetë a vdekje. Në fund të fundit ky është stili i tij, i jep përparësi kontrollit të brendshëm ndaj ngare të hapur dhe sikur ajo të jepte më shumë legitimitet publik. Disa thonë se është stil efikas, mbase në një afat të shkurtër, por shikoni Partinë Demokratike të sotme për të kuptuar se në një plan më të gjerë kjo parti po vuan pasoja të rënda. E para pasojë është humbja e besimit. Pak besojnë se me Berishën në krye Partia Demokratike ka shanse për të ardhur në pushtet. Edhe sikur të mbyllim sy e vesh dhe sikur të mbushim vet kutitë e votimit me vota për Partinë Demokratike, edhe sikur në imagjinatën tonë të krijojmë një parti tjetër demokratike me moral, me norma dhe me rregulla, gjithnjë me doktorin në krye, edhe sikurse me duart tona t'i çojmë në kryeministri dhe të lutemi të na qeverisin, pyetja që do të kemi siç e kanë gjithë jetën është dhe do të jetë: a mund të na qeverisë dhe a mund të ndërtojë institucione të forta? A mund të na sigurojë një jetë më të mirë, më cilësore dhe më të begat? A do të jetë transparente për gjithçka? A mund të na sigurojë që secili prej nesh ne do të jemi të barabartë përpara ligjit apo në një garë? Të gjitha këto, a mund të na i sigurojë një parti që nuk di ose nuk do të organizojë një garë të ndershme brenda saj?